Çfarë pash në Shqipëri? Unë u ktheva tash nga Shqipëria, isha atje dhëneta shumë pak ditë, edhe tash pyes veten, çfarë pash nga Shqipëria? Cilët janë përshtypjet që më ngelen mend, edhe për cilën do të flisja me njerëzit që kanë kohë pa e vizituar Shqipërinë, pa e parë Shqipërinë. Pra, masi i e kthy, edhe mendon që ke mjaft i merr me vetë ato kujtimet e fundit, ata bien si gjethe poshtë, si kalon koha, i kanë çvishet, edhe me të diçka themelore, kryesore, ajo që është kryesorja, pra. Çfarë pash në Shqipëri? Çfarë kishte ndryshu ose nuk kishte ndryshu në Shqipëri? Edhe unë do t'ju them 2-3 fakte juve që pashun atje, edhe pastaj faktet janë fakte, nuk i kam unë dorë të transformoj, të ndryshoj. Faktet janë fakte, ato këto pashun vëllezër e motra që më ranë sy edhe që po rrin mendje. Pastaj është opinioni im, mendimi im që çdo kush nga ne ka një mendim, një opinion, mund mos jetë i vërtetë, por faktet janë të vërteta. Ajo që unë pash në sy këtë radhë, edhe që e shoh tash që më kanë një mendje, edhe që atje ndoshta nuk u duka që madhe, megjithse më befasoj pak ashtu, pa kuptu, ishte se në radhë të parë, edhe pse unë e dija që në vendin ton kanë hyrë racat e tjera, unë prap meta qik si habit, si i befasum që kjo bidën sy aq shumë. Për shembull, kur po hanim drejk me i mërnurë në një stacion kastrati që vëtë ke pompëve të gazit që mushin, aty në vorë, unë pash një sezak që pahante aty një tavolin pak më tutje, edhe u hapita unë i thash Nurkës, po mirë në Tiranë, se pash dhe në Tiranë, kur po pinim kafe, po prap me i merin dhe sa shok të i merit në blok, pash një qift sezak atje, ullë në një tavolin, edhe shkova dhe të flisja me ta, që shkureshtarë që kishte sjell, a ishin turistë, a ishin investor, ishin të ri, më duket se që janë 4 vetë, në fillim të ishin 2, edhe bon 4, ishin të ri, ishin nga Kenya e Afrikës, edhe bizetova pak me ta, por mendova që atje është Tirana, ullonët në tavolin, jo se më kënaq mu fakti që unë e shoh Shqipërinë që përbëhet e lakmueshme për racat e tjera, që mu nuk më kënaq, unë besoj që vendet si Shqipëria kanë qenë edhe duhet meten vende komplet të racës që i përket shqiptarëve. Evropa është bo laramane, përzime, nuk e kishë llafin laramane e tipit të Ylberit që fatkeqësisht duket që është shumë, por kjo është kudo tash në botë. Ndoshta pas ka shumë nga këto Ylberët, por ndoshta kanë qenë të fshehur. Megjithëse kjo administrata që hiku në Amerikë ishte komplet e përqendruar vetëm ke këta laraman të Ylberët, sikur s'kishte gjë tjetër po ato, dhe ndoshta për energji po s'përshpun. Pra pash unë ishe interesuar të flisim me të që sillte në Shqipëri, pse kishin ardhur në Shqipëri. Edhe 2 minuta pastaj në vorë, kur po hanim drekën atje, pash një zak që më befasoi, edhe i thash Merit, unë e kuptoj në Tiranë ka vend të punë, ka gjithçka, se ne Shqipërinë e njohim si Shqipërinë që kemi lënë kur kemi hik, por ka ndryshuar gjërat. Thash po edhe këtu në vorë, këtu nuk është qytet. Këtu dhe shqiptarët e Shqipërisë që janë fukarinj të varfër, ndoshta nuk gjejnë terren, se është një fshat, është një zonë, o dhe Amerika kudo. Nuk është se të binë sy në çdo vend që po bëhet e barabartë me racën e parë, natyrisht, por ti shef kudo që shkosh.
Kjo më ranë sy, e dyta që më ranë sy, edhe do flasim pastaj pse ndodhen këto. E dyta që më ranë sy është në ato pak restorante, edhe lope hotele, shumë një hotel nejda, po restorante që ulesha, unë pash diçka që se kisha pa para 10-15 viteve. Dihet që prap ka shqiptarë që punojnë në Shqipëri, janë këto pastrusët, janë ata që punojnë për restorante, ku të dion, edhe para të sa viteve, herën e fundit kur kam qenë, unë kam pa diçka që s'm ka pëlqy, kam pa që këto pronare të rinj i trajtonin shumë keq punëtorët shqiptarët. I trajtonin jo si punëtor që më punën e tyre, po bëjnë pasuri, ato po i marrin restorantin apo stacionin e gazit dhe që kanë Shqipëri, i trajtonin si sklever, pa mëshirë, pa kulturë dhe thoja, po pse duhet jenë më të mirë këta në perëndim të paktën në Amerikë, se bota e nga shqiptare, pse që kemi kaq të liqne, kur të kemi pak në dorë. Me kam pa diçka të veçantë tash nuk ishte një vend i izolum. Kjo binte në sy, po që se ti shef, dukesh që nuk shef, nuk e bën të madhe, po e shef në vetvete, këto trajtoheshin me respekt. Uleshin për shembull edhe hanin atje, kur vinte koha të hanin në tavolinën e vet. Nuk vinte pastaj më bosi si dikur t'i bërtiste dhe ishte gati t'i bite në shqelma para 10-15 vjetëve shqiptarit vet që po një arsye një tjetër nuk ishte në stadin e tij ekonomik, punonte për të. Tash të vinin pronarët dhe uleshin ke punëtorët një lloj si në Amerikë, aty kur po hanën te restoranti i tij. Apo edhe këto mran vend në sy në 2-3 vende. Pra, këto janë gjëra që më bën përshtypje. Më bëni përshtypje me sa kuptova unë që burrat në Shqipëri dikur merreshin shumë me politikë, ishin shumë të zjarrt. Tash më duket që e kanë kuptuar që është një lojë e një lufte kotë. Më duket që të dy partitë tash besojnë më shumë që gratë mase mund të jenë ata që mund të ndihmojnë në votat që vinë dhe janë hell mazgrave të dy palët, aq sa po të ndodhte këtu në perëndim të quhesh se këtu është që quhet kjo diskriminimi seksual, që nuk mundesh për shembull ti të favorizosh gruan apo burrin. Mundesh ndoshta ta kuptosh që por janë të drejtat barabarta, atje janë hellta për shembull që në fushata këta kryetarë të partive që jo gradë jenë ata kanë sa lisat mbyllura, sa lisat hapura këto që janë komplet antidemokratike, po kjo është Shqipëria jonë. Edhe në listat e hapura quhen këto dhe një 20-30 emra unë mes deputetëve kam zgjedh, ose nuk e di nëse i zgjedh partia këto deputet që i vend listë, apo këto shpallin kandidaturën s'na hyn punë. Po nga këta për shembull e them që Partia Socialiste ka 100 kandidat për deputet që i ka emëru, nuk e di se si janë emëru dhe s'mën punë. Partia Demokratike pati diçka më demokratike këtu për sa i përket se çfarë vendi do të zënë listë disa për deputetëve që quhen të hapura. Votun atje në bile unë jam krenar që shkova atje edhe bashkë me ca miq të mi, se desh përmenda emra nuk është mirë, kur flet për partitë, edhe e pash se si vepronte Partia Demokratike. Partia Demokratike mblidhesh në salinë e vet, çfarë kanë ata një qendër, edhe votojnë gjithë. Kjo është lista e deputetëve që janë emëruar. Nuk e di kush i ka emëruar edhe herë edhe këtu. Nuk e di si janë emëruar, po janë emëruar, kjo është lista. Edhe që të vëmë në radhë kush është i pari, kush është i dyti, kush është i treti, kush është i katërti, që do hyjnë nëse marrin vota, këta votonin për
votonin këta për shembull, ne të Partisë Demokratike japim votën për këtë person edhe kryet listës. Unë për vetë jam i kënaqur se e kam dhënë për një vajzën tonë, një vajzë nga Maminsi, Nusën Manës, nga familja e mrekullueshme e miqve të mi, është Manjola Luku, edhe ajo fitoi në vendin e dytë mas Iglit Cares, edhe Iglin, me sa kam gjuhën, deri më sot flasin fjalët më të mira, kështu që unë kam dëshirë që Partia Demokratike të ketë sa njerëz të mirë, të ketë sa njerëz që ka një imazh të mirë në popull, atje ku votohet. Këto dy që njoh nga Durrësi unë, që janë vendin e parë dhe dytë, këta janë njerëz që gëzojnë respekt atje në qarkun e vet ku janë. Kjo është mrekullisht bukur. Por çfarë desha të them unë, e kisha llafin kjo që më ranë sy, vëllezër e motra, se këtu po t'ishte, se kalova nga temën tem, po t'ishte në Amerikë dhe thoshte Biden apo Trumpi që ne do japim favore grave. Kjo është me laf shumë diskriminuese, edhe shkilen ligjet amerikane të diskriminimit. Po në Shqipëri, kjo është ai vend. Dela unë të jap gocëve të bukura, unë të jap nusëve, se nusët më besojnë mu, po del edhe këtë tjetër gratë kanë vendin e parë. Këta janë gjona primare, primitive. Një popull, akoma, sa do që shkëlqen është si ai që vishët e pispilosët, mirë po, robja është që ka ndryshu, se ti je po ai që ishe dje. Nëse s'ka rëndësi, ne kujtojmë se jemi bo demokrat, kujtojmë po prap jemi shumë largë, por se të qoftë këtyre, largë këtyre, se ndryshimi nuk vjen me njëherë, po përsëris tash shpesh që Roma s'është ndërtuar në një ditë, po ç'ishte kjo, pse më ranë sy, kjo që në Shqipëri ka raca të tjera tash që po hyn mas, se më ranë dritën sy, edhe trajtimi ndryshe i atyre që kenën vete, punojësve, ata që punojnë për ty. Edhe unë kam shpesher ne mendojmë që ky është një fenomen i ri, s'ka qenë fenomen në Shqipëri që racët e hujet vinë. Mi po, jemi shumë gabim. Ky nuk është fenomen i ri. Ne kemi qenë të myllë në komunizëm, edhe jemi ne brezat që ata që janë shumë pleqe po vdesën dhe ne që po plakemi edhe e fromi vdekje se kemi qenë e kalum të një jetën në komunizëm ku kemi qenë myllë. Mi po të shkojmë fare, pak para komunizmit, edhe ne shohim ka qenë para komunizmit që kanë ardhur komunitetet aram apo egjiptian, aram e di që janë arigjit, në kjo se nuk janë, po them, këto Punjabit, këto të Indis, këto gypsies, kanë në çdo qytet ka, kurse jevqit që ne mendojmë që vinë nga Egjipti, këto arabët brown, si thonë kaf, që s'janë astësi komplet pas të bardhë, këto të Afrikës së Veriut, këto ne kemi pas në çdo qytet. Ata nuk kanë ardhur në komunizëm, kanë ardhur para komunizmit, pra pas kanë ardhur, pra vika. Edhe është diçka që s'mund të ndalojmë ne. Këto dyja këta i kanë rënjët edhe trajtimi ndryshe i punëtorëve nga padronët, edhe laramanizimi i kombit, që po bëhet lara, po vijnë racet e tjera, kanë një rënjë, kanë një sanafil, kanë një shpjegim, kanë një bazë. Ajo është, ne po hapemi me Evropën, ne po përparojmë ekonomikisht, e pranojmë apo se pranojmë, edhe hapja me Evropën po në të, që ti, nga Saranda, ashtë sigur se ishte dhe hapja me Shqipërinë, nga Veriu, nga Korça, nga gjithë anët e vendit, janë ata që kanë sjellë të rinë vend, kanë ndryshu vendet letë, nuk ka më leje nga qeveria ku t'jetoj e si t'jetoj. Ati ku njeriu e shikon që mund bëj një jetë më të mirë për veten e tij, ka gjetë sa kontakte, ka gjetë një mënyrë biznesi, ka gjetë një të dashurat, po të diu lëvizin. Kështu që po hikin njerëzit nga Shqipëria, e kanë më lehtë se sa në hap vendet, i kanë vizat, disa ka njerëzit që kanë emigruar që kur,
kanë kryu bazë dhe i marrin, edhe vinë njerëz në Shqipëri. Kanë ardhur njerëz që kanë lindë nëpër botë, edhe janë këthy se kanë pas një biznes, kanë ardhur njerëz që kanë emigru, jashtë kryu tash varianti që të bëjnë biznes në Shqipëri, pa rëndësi, me drejtësi, me korrupsion, me lidhje që kanë, po janë këthy, po kështu kanë ardhur njerëz nga bota tjetër. Tashti, në qoftë se Shqipëria fuqizohet ekonomikisht, edhe ka një vend që se ka bota, natyrisht që do të tërheq njerëzit që vinë atje dhe i pëlqen. Pra vinë nga vendet të ndryshme, dikush që vizitor, dikush që një punë, ai sjell njeriu në vet. Janë këto zyrët e punës, si quhen këto, që çojnë punëtor në përbot pa dhe marrin. Këta bëjnë përfitimin e tyre personal. Ata nuk e çajnë kokën se larmonizohet Shqipëria apo jo. Ato marrin parë. Edhe kur çojnë punonjës jashtë, janë lidhin kontrata me kompani të ndryshme që duan punëtor dhe që janë punëtor nga Shqipëria, po marrin parë edhe nga kompanitë që sjellin zezak, afrikan, indian, çfarë do që të jenë në Shqipëri. Pra, këto që marrin e sjellin, këto që larmizojnë, që e bëjnë më të shpejt këtë fenomen, këto paguhen. Këta nuk e çajnë kokën se s'ndodh, është e paga e shpejt. Natyrisht prishin vatën e vet, po kur ka dash ai që ka parë biznesmeni vendin e vet më shumë se sa parën e tij. Edhe kur ka dash, prap më shumë ka dash parën e vet. Edhe kështu që ne e kemi të pandalueshëm këtë në qoftë se arritemi ekonomikisht. Edhe zakonisht ato sjellin vendet më të mira. Për shembull, gjatë perandorisë otomane, nuk e di më parë, po gjatë perandorisë otomane, fenomeni shqiptar ka qenë fenomeni pandashëm, që nga Dalmacia deri në Stamboll. Greqia ka qenë e pallogaritshme, e gjitha ishte fenomen shqiptar. Ka qenë fenomen shqiptar, pra, edhe atje te fshati ku ka lind Fanoli, edhe atje ke fshati ku ka lind këtu në veri të Greqisë Pajkonica, edhe atje ku ka lind Fishta, kudo ka qenë një fenomen shqiptar. Edhe pjesa më e mirë, që ishte larg kontrollit të qeverisë, por në të njëjtën kohë e mrekullueshme, ka qenë patjetër ai territor që sot quhet shteti grek, Epiri, ku do të diun. Edhe çfarë ndodhi atje? Vëllezër e motra, atje erdhi në atë botë shqiptare, atje erdhën kryesisht në numër të madh, pafund, edhe ato të Aziz, si quhen iranianë, ku do diu, edhe të Afrikës, si janë këta egjiptianë, ku do diu, edhe serbët, ka pas një numër të madh, serbë dhe bullgarësh, edhe vlehersh, edhe krijuan atë mishmashin me botën shqiptare, që quhet sot Greqi. Ai ka bë dëm kombit, natyrisht i ka bë. Ka bë që ortodoksit që janë atje, kjo përzierje, ta njohin veten si një kombësi komplet tjetër. Pra kanë qenë pjesë të grekëve të lashtë, ilirët, kanë qenë shqiptarë që nuk asimiluan kur çamët, arvanitësit, kanë qenë vle, kanë qenë serb, kanë qenë jevgjit, gjithë këto të përbashkët për bonët e çorbën që ne e quajmë sot popull grek, ose që marrin përsipër kombësinë hellene, që është për të ardhur keq, i bjen tom, mendoj unë vërtetësisë, sepse që kanë bo grek këta këllumi tash që quhet grek, këta kanë marrë çdo gjë helene, një helene, ilire, çdo gjë ilire, që Galanidis, Piro, Aleksandri, çdo gjë që ka qenë ilire, këta pranojnë helene, por çdo gjë që ka qenë helene, por jo greke, nga Afrika, ku do diu, ose pati në të paktën në 300 vjeçarin e botës hellenike mas Aleksandrit që pushtoi gjithë botën dhe e pati të qendrën në Egjipt. Këta gjithë ka pas mjaft që përqafun kulturën hellenike edhe nga Afrika e veriut. Këto janë i ka menjënu greku dhe ka bo vjedhje pikrisht kombit nga erdh. Kombit i lirë, kombit shqiptar. Ja vjedhin çdo gjë, edhe e bëjnë greke. Të tjerëve nuk ja vjedhin, po tjetë në njëri i madh me origjinë nga
lëkur kafë apo lëkur si, këto i menjanoj, nuk i bëjnë detyrën. Po e kisha llafin që është një fenomen vështirë ta përballësh. Tash kjo ka të bëjë dhe me afërsinë me këta territore gjeografike që kemi ne me botën tjetër, evropiane që është laramanizu. Për shembull, po ti jesh në Kazakistan sot, ose po ti jesh në Tartar, nga Rusia, Ukrainë, do të laramanizohesh pak më ngadalë, se vjen, për shembull, ke një pikë të ngrohtë atje, e hudh ujtin në ngrohtë, u ftohet në vaskën që quhet kjo, aty që ke të shtëpia, natyrisht që do vjen ngrohtësia, vjen pak nga pak atje ku bjen ai ujti ngrohtë. Kështu që ne jemi do të në qoftë se unë kam qef të thonë trash, do ta prishim racën. Nuk do ta ndryshojmë, do ta prishim racën. Natyrisht racët e bardha që kanë met nga Shqipëria e shkon drejt Rusisë, këto fillojnë e prishën kryesisht po nga Shqipëria, se ne jemi që bashkohemi me pjesën tjetër të laramanizume, pra të ngjyra ylbereve, dylbereve, edhe racëve të ndryshme, jo se saket, bardhë, indianë, ku do diun. Pra kjo është fenomen që ne nuk do ta ndalojmë, nuk kemi fuqi të ndalojmë, për arsye se çfarë do që të bësh ti, në qoftë se je hapur, vetëm në qoftë se të mbyllemi prapë si në kohën e Enverit, ne s'do kemi mundësi, në qoftë se ne përparojmë ekonomikisht, edhe vendin e kemi një perl, natyrisht që do vinë. Do kemi edhe korundet e tilla që shkojnë edhe nuk them për prindrit, vëllezërit e motrat ta mohojnë gjakun e vet, këto që binë dashni me zëzaken, kryesisht femrat, më falni femra, ju kemi motra, ju kemi tonët, po ju jeni si qend, ju jeni kore në këtë drejtim, ju hiqeni sikur jeni perlat pastra, pastërtia vjen të soj jot, të raca jote, të lloj jot, të shtëpia jote. Ju e kaloni racën, ju shkoni me racën edhe me qen. Ju jeni ato që martohen mas me seksin tjetër. Do boni vetë fëmijë, do shikoni nuk janë djem të rreziku, se paraqiten sa është të botëshme, i paraqesin djem, shkojnë burra, shkojnë me lloj qeni. No, unë shumë pak u doj që shkojnë në botë, shoh që burrat mbleksen me racët e tjera, janë këta gorat, këta qenë, por unë nuk i vej faj prindrëve, familjeve, edhe pse që nuk i bëjnë lanet, është e fjala. Këto, është gjaku jotë, s'ke që banë. Por ju që e prishni racën, ju që se keni atë krenarin, se nga shracë vini, edhe po t'je sharegji, mbroj atë ke për detyrë, të mbrosh racën tate, qëndro me racën tate, edhe po t'jesh i bardhë shqiptar, arri me racën tate, i ke ardhë nga kjo racë, i përket kësaj race, mbroje, po jo të transformosh, këta i bëjnë të tjerët, po jo ti, për shembull ne e marrim pemën, një pemë e shartojmë një tjetër, e bëjmë ne të pema, për pema nuk e bën vetës këtë gjë. Për shembull, po të kesh dy dardha që kanë bi në atë njëjtat rranja afër të në eksperimente shkencore, që themon juve, nuk po flas kështu. Po të kesh dy dardha, apo dy mollë, apo dy lloj fikë që kanë bi nga njëri tjetri, edhe të marrësh një, për shembull, ti e zem i vëmë emrin dardha gushti. E dardha gushti, kështu e kanë në të llojin, janë veçanta, nuk janë se dardhët e stamollit ferrovia, nuk janë se dardhët e kuqe, po të marrësh një dardhë tjetër që s'është këtyre dardhëve, e ta miellesh këtu ku janë këto 2-3 dardha, apo 2-3 fiqe, apo 2-3 ftoj që janë të vendit, çfarë ndodh? Këto që bëjnë eksperimente shohin që gjithë të dardhët që ishin të vendit, aty rreth rrotull, i shtrinë rrënjët drejt kësaj dardhe që s'është e tyrja, që s'është lloj tyre, që t'ja thithin ushqimin e saj, që të bëjnë çmos që ta thajnë atë. Pra, është detyrë gjenetike në genin e çdo lloj specie që të mbrojë vetën.
të qoj për para vetë vetën, edhe ti si njeri e ke detyrë këta, qeje po të mundesh aty të raca jote që të qosh për para, nuk është që e poni sa mi gjoka këta, edhe që ka njeri i prapamet. Kjo është gjoja themelore e natyres, e shkencës, ndoshta edhe e perëndis që mbron racën tatë, sojnë tatë, kombin tatë. Kështu i shërben. Bile këto musliman për shembull e kanë që në qoftë se ti vdes për kombin tatë, bjen martir, edhe po të kesh qenë kriminal më i madh se Hitlerit, ki bosh ti shkon gjoja atje në xhenet. Pra, edhe këto librat fetar, por çdo gjë ti shko, s'ke nevoj fare të shkosh të njeriu, po edhe te bimësia të shkosh, shikon që çdo kush jeton çdo gjë, jeton për me promovu vetën, me mbrojt vetën të pastër, edhe por si do qoftë, s'ke, kjo është botë dhe ndoshta është drejtuar nga ca element fshet, për shembull kinematografia, çdo gjë, këto promovojnë atë përzierje në racëve kryesisht, kush është seksi, e bëjnë atë të bardhin, femër në bardh, e përzin me lumrat, më vjen shumë keq, por duhet të jemi të qartë, në momentet caktuara të historisë, disa kombe janë më të përpumbet, disa janë më të përparuar. Po të shkojmë në lashësive, kombi jonë, Pelazgë do kenë qenë ata që ishin siç është Amerika sot. Sepse rranjët e gjithë gjuhëve, edhe nëse nuk vinë nga Shqipja, mund t'jenë pra t'influencuar nga Shqipja, nga pelazgjishtja, kur pelazgët kanë qenë tepër të fuqishëm. Se gjithë njerëzit mund të kenë fol edhe para pelazgëve gjuhë të tjera, por ne kemi influencu gjuhët e tjera në kohë të lashta, siç u influencon anglishtja e Amerikës sot në përbot. Por prapë në çdo kohë ka raste që janë më të përpumbedura ekonomikisht, nga ana kulturore, e ku do diun, edhe pra atëherë çfarë do të them, sot për sot na vjen keq, na vjen mirë, raca e bardhë sot për sot është mbi kulturët e tjera, është superiore në jo në gjanë se këto të pastaj bëjë atë rasizmin, edhe po të besoj se mund të them këtë, megjithëse ne po flasim shqipe dhe bota jonë është ndryshe, por të paktën ashtu siç duket, ashtu siç shfaqet, është se ka arritet më të mëdha në shkencë, raca e bardhë, ka arritet më të mëdha në kulturë, ka arritet më të mëdha ekonomike. Pra, atëherë çfarë do të them unë me këtë? Do të them që raca e bardhë është ajo që nuk duhet përzihet me racat e tjera, më shumë se po shkon të përzihet me racat pak për nivelin, për kohën, për momentin, që janë më të përpumbedura. Ato raca e bardhë sot kanë shtëpi e person, kanë makinet me person, kurse raca e zezë, për shembull shkosh në Afrikë, s'kan butë hanë akoma, edhe vinë të vendet e racës bardhë. Në këtë rast, kush është më i lehtë për të dihet që është femra. Femra shkon martohet me racet e tjera, e pisanjos racën e vetë, nuk është mashkulli. Kudo që të shkoni, në qoftë si shifni çiftet, që janë çiftet përzierë, ju do shifni rrallë tek në një mashkull që është martuar me racet e tjera, janë kryesisht femrat. Prandaj unë them që femrat janë nonët që na kanë pjellë, janë motrët që jemi rrit bashk, janë ato që do bëhen unë do pjellin prap. Por me këtë drejtim, unë them të vërtetën ashtu siç është ato që është dhimbshme, janë gore, janë një spa të ban. Edhe për këtyre goreve tash duan votat këto, edhe demokratët, edhe socialistët, e them në përgjithësi se kemi femra të mrekullueshme, por ajo pjesë që tradhton lehtë dhe ç'a bën kinematografia, ç'a bën Hollywoodi, që bëjnë këta, të gjithmonë në çdo film, në çdo kështu poster si ti parulla ku të diqen këta më fotografi, dhe një femër të bardhë dhe edhe një mashkull zi. Asnjëherë një femër ose shumë rrallë, një femër të zezë, një mashkull të bardhë. Se e din që nuk e arrin këtu, nuk e çajnë, që të pikën në dobët. Por mos i kalum të kjo ke laremanizimi që është
i pandalshëm dhe fatkesisht nga kjo pjesë e botës që ka me të bardhë, që fillon kryesisht të Shqipëria, Greqia edhe shkon drejt Rusisë, ne fatkesisht me që jemi më afër Evropës do të prishemi më parë se të tjerët. Por prishë do shkojë edhe atje në qoftës edhe Rusia, edhe këto venat e lindës do fillojnë të hapen të perëndimi. Pra, në qoftë se bashkohen të mundi evropian, tek Bashkimi Evropian, që duket për sot sa gjë e mrekullueshme dhe është se mund të jesh ketë sa oportunitetet, sa mundësi më të mëdha kur je në Evropë, por ke edhe je hap kundrejt edhe pesëlliqeve më të mëdha që vjen nga Evropa. Pra është si ajo që shkon e bën qef me lloj femre, ti po kënaqesh për shka femra të bukura, po merr edhe lloj smundjesh seksuale, vin bashkë ato, të mirë dhe të këqijat, nga herë ne nuk e shohim, nga herë ne nuk e kuptojmë, por gjithmonë vin dora dorës. Futje në Evropë ka pesëlliqe dhe veta, është arritje për shembull për Edi Ramën qose në fut në Evropë, po e ka edhe thikën mas qafe se kanë bërë korrupsione që sa më shumë e më afër e më plotësisht hym në Evropë, aq edhe më shumë ekspozohen edhe do dënohen. Pra nga janë u jep këtyre një të mirë të madhe se tregojnë suksesin që arritën, po nga ana tjetër e kanë thikën mas shpine për pesëlliqet. Vin dora dorës këto vëllezër e motra. Pra, çka është e mirë dhe e keqja vin bashkërisht. Por pse ishte ky trajtim ndryshe i shqiptarëve që punojnë në Shqipëri? Ndryshe para 10-15 vjetëve i trajtonin si kafsh, i trajtonin, thoj që kishin bo 2 lekë në xhep, e kishte hap ai një restorant apo çfarë kishte hap, një biznes i trajtonte si kafsh, pa respekt, i fliste si me një gjuhë vulgare, me një gjuhë tamam si këto, si i merit e kam gjuhë për shprehje gjithë shqiptarëve, rruhu nga zëngjinjëri dhe nga diçka harrova i vjetër, pra që ai që bëhet sa më bëhet zëngjinjëri, janë të poshtë këta. Mirë po sot, pse? Pra shif se çfarë bën progresi ekonomik, edhe hapja kufive, që sjellin dhe të mira dhe të këqija. Sot punëtorin ti e kërkon anë kënd botës, jo vetëm Shqipëri. I lutesh të vjerë nga India, ta marrësh edhe aty të haje të pi, vetëm që të punoj për ty sa të mbyllet biznesi, se ti ikën ai në Evropë. Sot ja ke ti nevojën më shumë se sa të ka ai ty. Edhe kjo që e ka i mirë, sepse për herë të parë, unë pash edhe këto që po bëhen padron, që sillen në mënyrë njerëzore, me ata që punojnë për ta, që gjë që s'e kisha pa përpara. Kështu që ndryshimet që vinë, ne s'duhet ja hedhim asnjëherë sa tjetër parti, këta mund të shpejtojnë me politikat që ata kanë, mund të shpejtojnë nëse të ngadalsojnë, por nuk mund të asgjësojnë këtë lloj fenomeni që po shohim ne. Pra, edhe një herë, ta përmbledhën me 2 fjalë, ajo që pash në Shqipëri, edhe që më ka bërë përshtypje, edhe që po më rrin mendje tashti, kur kthej kokën nga vendi, është pra se më po në telefon Reniti do t'i bëj tash direkt, është se në Shqipëri po vjen shumë rasa të zeza, po binë sy, edhe jo vetëm në Tiranë, po kudo në për Shqipëri. Një, e dyta Shqipëria ka ndryshu në marrëdhëniet punonjës padron, edhe i ngjan shumë perëndimit. Tashti, edhe kjo pra është nga hapja e mundësive që t'ikën punëtori dhe rritja e ekonomisë vendit që ti e në gjendje të mash, të trajtosh çik më mirë punëtorin qose të të mash biznesin, por edhe ai tash ka ndorë se t'ikën ty po e trajtove keq. Pra ka vende pune në mos në Shqipëri, jashtë shtetit. Edhe treta është kjo hedhja që më duket jo, nuk e di kushtetutën e Shqipërisë, por që të bësh diskriminime femër e mashkull është e papranueshme për mendimin tim, por kjo po ndodh që të kryet e 2 partive, edhe Sala nga njëra anë, edhe Edi
janë hedhë si sa njës primitiv që gra do të kenë vend të parë në qoftë një burrë dhe një gru fiton votat barabarta, me sa kuptoj unë, ajo është që thonë ata, do t'i japim vendin grus. Këto janë politika diskriminuese që nuk guxon në këtë botë, në këtë ditë, në këtë kohë. Ti shpallësh, po i shpallën dy partitë. Pra, sa do që ecim prap, ne jemi anti-primitiv. Sa mi gjoka.